Kandidati i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri zhvilloi dje një takim me ish ushtarak dhe veteran të qytetit të Sarandës. Gjiknuri cilësoi ata si koordinator ndër vite të Partisë Socialiste, duke shprehur minjojën për mbështetjen e përhershme që kanë treguar. Gjiknuri theksoi faktin se qeveria shqiptare e ka përfshirë në programin e vet që në janarin e 2026 pensioni minimal të shkojë 200 euro dhe pensioni mesatar në mandati tjetër të shkojë 400 euro. Ai e cilësoi rritjen e pagesës mesatare dhe rritjen e skemës së pensioneve si kontratë sociale të Partisë Socialiste me kategorinë e pensionistëve. Dhe veteranët e ish ushtarak që janë një pjesë e pandare jona, unë i ndjej në zemrën time si Damian. Jo vetëm origjinë familjare, por dhe besimin dhe bindje që kam për sakrificat që keni bërë, për kontributet për atletarinë. Ky vend ka nevojë për atletarinë. Se ka një piramidë vlerash. Në fillim njerëzit kanë nevojë bazike për jetën, pastaj ngrihen. Po në fakt maja e piramidës është ndjenja e përkatësisë, e krenarisë e identitetit. Çdo gjë mund të tregtoj njeriu, po identitetin dhe emrin e tij s'e tregton dot. Qeveria shqiptare e ka përfshirë që në janarin e vitit 2026 pensioni minimal shkoi 200 euro minimali. Pensioni mesatar mandati tjetër shkoi 400 euro. Këtë gjë e kemi deklaruar që do ta bëjmë. Rritja e pagës mesatare dhe rritja e skemës pensioneve, kjo gjë do bëhet e mundur. Do të jetë kontrata sociale jona, se mundësit janë dhe ju e meritoni. Kandidati Gjiknuri kërkoi mbështetjen masive përmes votës së Partisë Socialiste dhe për emrin e tij si kandidat, duke theksuar faktin se në karrierën e tij politike është munduar të bëjë më të mirën për qytetin e Sarandës, duke ndikuar për shumë investime që janë bërë realitet, si linjat e tensionit të lartë, energjia, tuneli dhe shumë investime të realizuara nga qeveria Rama, por dhe me ndikimin e tij si ministër. Gjiknuri pohoi se nëse merr mbështetjen masive, do të jetë deputeti që çdo ditë do të merret me problematikat e banorëve të Sarandës. Unë dua t'ju përfaqësoj. Unë në karrierën time jam munduar të bëj më të mirën për këtë qark dhe në qytetin e Sarandës dhe në bashkinë Sarandë. Sa kam pasur mundësi kam ndikuar për shumë investime që ju i keni bërë realitet, në kohën time u bën dhe linja tensionit lart, energjia, tuneli e tjera sa i bëri qeveria Rama, po mua më dha rast si ministër të kisha mundësi të ndikoja. Dhe unë besoj të ky qytet, besoj të mundësit potenciale që ka, besoj dhe tek njerëzit. Ju je njerëz punëtor, je njerëz shumë të qetë, unë kam kënaqësi t'ju përfaqësoj. Edhe të bëj më shumë, edhe për ju si qytetar, edhe për moshën tuaj, edhe për shoqata tuaja. Nëse unë marr mbështetjen e qytetarëve në masivitet, unë do të jem deputeti juaj këtu, për të marrë për ditë me problematikat tuaja. Lista e Partisë Socialiste në Vlorë është një spektër. Unë vi si Damian kërkoj mbështetjen e qytetarëve të Vlorës, të qarkut të Vlorë dhe të Sarandës për deputet. Prandaj do doja që kush e ndjen veten shumë të afërt në historinë e kësaj partie, me emrin e Damian Gjiknuri jetë i përfaqësuar. Takimi me ish ushtarakët dhe veteranët e Sarandës ishte takim i radhës që kandidati Damian Gjiknuri po zhvillon në kuadër të fushatës së tij elektorale.